Sipërmarrësit e vegjël në Rusi po ndjejnë gjithnjë më shumë pasojat të kufizimeve të internetit të vendosura nga autoritetet ruse, ndërsa aplikacionet e komunikimit dhe rrjetet sociale po bëhen gjithnjë e më të vështira për t'u përdorur. Natalia Kukovinec, e cila drejton një biznes për veshje qensh, thotë se është detyruar të ndryshojë vazhdimisht aplikacionet e komunikimit për të qëndruar në kontakt me klientët. Pas bllokimit të Instagramit në vitin 2022 dhe WhatsAppit në muajin shkurt, Telegram ishte kthyer në kanalin e saj kryesor të shitjeve. Por edhe ky aplikacion tashmë po përballet me probleme. Sipas saj, Telegram funksionon vetëm me VPN dhe shpesh njoftimet nuk mbërrin. Gjithashtu, ka vështirësi në ngarkimin e fotografive, ndërsa disa aplikacione të tjera nuk punojnë siç duhet kur VPN është aktivizuar. E gjithë kjo, thot ajo, po shkakton vonesa në komunikim me klientët. Problemet të ngjashme po përjetojnë edhe shumë biznese të tjera të vogla dhe persona të vetpunësuar në Rusi, të cilët varen nga aplikacionet e mesazheve për shitjet dhe shërbimet e tyre. Në Moskë, restoranti Skrepka raportoi se një problem teknik i lidhur me kufizimet e internetit bllokoi porositë online për ëmbëlsirat e pashkve. Menaxherja e restorantit tha se sistemi i porosive në Telegram u rrëzua për rreth një orë për shkak të fluksit të madh të kërkesave. Klientët nuk mund të hapnin kodet QR të nevojshme për të marrë porosit, duke shkaktuar ankesa dhe humbi financiare. Këtë javë, Kremlini deklaroi se nuk do të kompensojë bizneset për humbjet e shkaktuara nga ndërprerjet e internetit mobil në Moskë. Presidenti rus, Vladimir Putin, ka mbrojtur këto masa, duke argumentuar se ato janë të nevojshme për sigurinë kombëtare. Megjithse nuk ka të dhëna zyrtare mbi ndikimin ekonomik të kufizimeve, një sondazh i fundit tregoi se më shumë se 2/3 e rusëve besojnë se kufizimet e internetit u kanë vështirësuar jetën e përditshme. Ekspertët paralajmërojnë se pasiguria digjitale mund të vazhdojë, ndërsa bizneset e vogla mbeten ndër më të prekurat nga masat e reja të kontrollit online në Rusi.